Të dashur shikues, po shpresoj se po shëroni me emisionin fundjavë. Tani është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, ku si çdo herë kemi rrëfime nga më të ndryshmet. Edhe sot kemi një të tillë bashkë me mua në studio, zonja Sanie Hajzeri Isufi. Nderuar mirëserdhje, shumë kënaqësi të kemi së në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Shpresoj që do ta ndajmë një moment së bashku. Kemi shumë se çka të flasim, apo jo? Gjithsesi. Si po ecin këto ditë për juve, si janë fundjavat zakonisht? Kjo periudhë ka qenë mjaft intenzive. Muj me thonë se ka qenë shumë e mbushur me mirënjohje, gjatë që se kom paramendu. S'po muj me përshkruas me fjalë. Pas përfundimit të ekspozitës, sikur e kom dje, sikur e kom shpalos një dritë që moti ka është dasht me u qitë në pa, po besoj që ja kom arrit. Ajo dritë deri tash ka qenë në heshtje, apo jo, si që dhe titulluat ekspozitën? Sigurisht, po, dritë në heshtje, gjatë që kom dasht mu ndëgju edhe ajo heshtje jonë. Sa kohë desht deri sa ndoshta e morët vullnetin, po besoj e keni pas gjithmonë, po atë motivin, atë punën e palotshme që ta kompletoni këtë ekspozitë të suksesshme për cilën edhe ju përgëzojmë edhe ne. Kjo dëshirë ka qenë e kahmotshme, po 6 muaj intenzivisht kam punu për me bë këtë ekspozitë. Ka qenë synimi im që me 2 prill, ditën e ndërgjegjësimit, përmes artit me u ndëgjue edhe zoni jonë, zoni prindve. Domethënë, ka qenë ma shumë thirrje për ndërgjegjësim. Kjo ekspozit është dedikuar fëmijëve me spektrin e autizmit, apo jo? Po. Ka qenë, po besoj, edhe një lloj ndjeshmërie, edhe derisa keni punu, përveç atyre fëmijëve, edhe prindërve dhe familjarëve tjerë cilëve ja u keni dedikuar se këtë ekspozit. Sa ka qenë ndihshme, po aq muj me thonë edhe suksesshme, sepse ka qenë edhe si urlidhse mes artit edhe botës të autizmit me përqute shikues. Çfarë komente keni marrë edhe nga vetë prindërit, nga familjarët e tjerë për këtë ekspozitë? Komente shumë të mira. Po, çka është ma e mira, që më bën mundi shumë mirë, kjo mesazh është përcjell aq mirë sa e ka gjetë edhe rrugën e duhur. Për një moment edhe shikues apo vizitorët janë futur edhe në botën tonë, edhe e kanë ndi atë dhimbjen tonë. Pra, për krejt ndoshta gjatë jetës suaj, përveç ato dhimbjet, sfidat që keni kalu, disa prej tyre jeni mundu me i paraqit edhe përmes artit, që një ndër to tregon edhe historinë tuaj personale. Shkak që kemi aty edhe një lloj broshure, ndërsa mund ta shpalosim bashkë edhe me shikuesit tanë, edhe ta bëjmë një lloj që ta kenë të qartë edhe në mënyrë vizuale se për çka po flasim kur flasim për ekspozitën Dritë në heshtje. Po, pikturat ju mundu mi shpalos edhe me emocionet e mia për mi përqu përmes pikturave. Këto e kom paraqit edhe historinë temë, historinë kur kam qenë shtatzon, edhe lindja e vajzës. Kjo është edhe kryevepra jam, muj me thonë lirisht. Po këto është edhe portreti i vajzës që është edhe e paraqitur në ditën e sotme. Po këto, në këtë historinë tem, kur kam qenë shtatzone, u kanë edhe koha e luftës. Aq ka qenë pritja e madhe për me u bë nan, mas shumë përjetimeve dhe shumë vështërsive, se 7 vite, kam prit mu ba nan, pas shumë lindjeve të parakoshme, erdhë momenti dhone me lind vajzën tem, po vajza lindin mes luftës, po fitoria jeme ishte, edhe pse ishte luft, fitoria jeme ishte se lindi vajza dhe u bana nan, edhe one mora emrin e shenjtë nan, po lufta mbaroj, edhe isha e fituar në 2 andë, edhe si nan, edhe me lirin e Kosovës. Po kjo ma gji nuk zgjati shumë se veç erdhi momenti kur e kuptova për vajzën tem, që ka autizëm.
Në cilin mosh veç se kuptua ndërsa ato shenje simptomat e para, sa kishit një huri edhe jo për këtë spektër në atë kohë? Ishte një kohë shumë vanë, sepse ishte një kohë këtë ndryshe pri sot. Informacionet ishin shumë të pakta, edhe nuk kisha ndëgju asë një herë për termin autizëm, ishte një term i panjofton. Edhe informacionet ishin të pakta, po edhe prindrit deshin shumë pak. Edhe ata që kishin këto përjetime si kur onë, që kishin fmit ma të rritën se onë, atëherë kanë këtë kohë tjetër, kanë kohë e paragjykimeve që edhe kanë bajtë në byllë. Për ata dhe one informacione ma pak kam pas, po na si prind me luftë vazhdueshme për me e gjetë një emër se çka është, ato beteja tona janë konë shumë ma të mëdhaja për para, për me ditë se çka kemi... Me çka do përbalemi? Po, me çka do të përbalemi. E përmendë që në atë kohë nuk ishte edhe aq shumë informacione. As ju, ndoshta edhe as persona që i keni njoftë për rreth, ka pas shumë raste që ndoshta në një formë apo tjetër i kanë mbajtur të izoluar qysh në atë kohë. Cilat ishin ndoshta ato dyert e para që u hapën për juve dhe pak a shumë ja vut një emër? Momenti i pranimit ishte shumë më i rëndë se që mundesh me imagjinu. Nuk mëj me thonë ka qenë vujtje, po një tronditje për mu. Sepse ma ka ndru botën që e kisha ditë për atë botë, për para ma ka ndru komplet botën. Vajza është diagnostifiku shumë vonë, në moshën 9 vjeqe. Sepse atëherë që thash edhe ma herët, informacionet janë konë të pakta, edhe nuk kom ditë se qysh mi vu një emër, po tash është këtë ndryshe se prindi me një herë kuptan, me sjelljet ose me të psikologu kur të qanë, me ato sjelljet që e... Që i përqanë gjatë seancave, po? Me një herë nuk mëj me thonë me një herë diagnostifikohet, po me këshillimin e psikologut edhe prindi diri dikon monët me kuptu. Sa mendoni që jemi të kujdesshëm në pjesën se kur transmetojmë ndonjë lajm, sidomos tek prindërit për fëmijët e tyre që janë pika e tyre më e dobët? Ai moment është më i vështirë kur prindi vjen deri te pranimi. Po kur bëhet pranimi për fëmijën që është me autizëm, atëherë fillon edhe përparimi. Domethënë fillon edhe zhvillimi i fëmijës. Derisa prindi nuk e pranon, fëmiu nuk zhvillohet. Sepse fëmio nuk e merr trajtimin e duhur, po kur diagnostifikohet me atë se çka ka, fillon edhe zhvillimi, sepse tash ka edhe terapi, ABLE, programe ABA, janë ergoterapi, janë që mënesh me zhvillu fëmion. Tash në moshat e vogla, kur zbulohet, është zhvillimi ma i hershëm, është edhe ma i sukseshëm. Ndërsa të këta që janë ma të rritën, është edhe përparimi shumë ma i vogël. Tregua që për shkak të mungesës së informacioneve në atë kohë, diagnostifikimi i vajzës është bërë në moshën 9 vjeçare. Po kur ishin ato herat e para që ju ndjej që vajza juaj po zhvillohej ndryshe në një formë? Po ishin momente që në proces të zhvillimit vajzës, e kom vrejtë se vajza po zhvillohet ndryshe, komunikimin e ka ndryshe. Mu më ka duft me mësu atë komunikim, me janë njoft botën e saj edhe me gjithë se qysh me komuniku me vajzën tem. Sa ju ka ndihmu pastaj pas moshës 9 vjeçare kjo pjesa e seancave, për shkak që tregua që sa më herët që bëhet diagnostifikimi i këtij spektri, do të ketë sukses më të madh. Sa është e vështirë për juve dhe sa sfiduese që nga mosha 9 vjeçare tashmë ka kaluar pothuajse 18 vite që nga ajo kohë që të zhvilloni seanca, të mireni në çdo formë si nën e fortë dhe e guximshme? Ka qenë një fillim i një rrugës të re, po shumë i vështirë, po aq edhe sfidus.
Po vajza filloi në parashkollor, kuptohet në shkollën Qendrën Burimore për parimi. Aty ka marrë seancat e para, pastaj tu vazhdu edhe në klasën e parë dhe matutje. Nuk ka dhënë shumë prej vetvetes vajza. Po kom punu edhe unë intensivisht në shtëpi, jam marrë me vajzën, nuk kam qenë veç nonë, po kam qenë edhe terapiste, edhe mësues edhe gjithë shka kam qenë për vajzën temë. Është dasht mu ba për me e zhvillu vajzën. Po vajza ka fillu edhe tani komunikimin, ka qenë, muj me thonë, ka jep edhe prej vetë vetës, pak ma shumë, mas moshës 9 vjeqe. Deri në moshën 9 vjeqe ka qenë shumë ma rëndë. Po është dasht mu punu vazhdimisht me vajzën. Me këtë spektër sa të punojsh, veç për parimi është. Po unë për vete, nëse vajza jem ka pas një përmirësim sa do të vogël, për mu ka qenë një fitore shumë e madhe. Aq e madhe sa një sukses profesional, muj me thonë. Po vajza jeme më ka bo një njeri shumë matë mirë, shumë matë durushëm, shumë ma mirë njose. Po në atë kohë, sa jeni përbalë ndoshta edhe me pjesën e komenteve, paragjykimeve, si një nën, sa ka qenë ndoshta edhe kjo pjesë që ju ka sfidu në një formë, të marrë parasysh në shoqërinë që gjendemi, në shoqërinë që na rrethojmë, zakonisht jemi të prirë për paragjykime. Ka qenë një proces shumë i vështirë, sepse shoqëria jonë shpesh here prej mos dijes edhe monet me bë gabime. Po tash muj me thonë lirisht se janë përmirësim, se ka ndiku dhe ndërgjegjësimi. Unë ka marrë edhe komente që më kanë lëndu, ose pyetje jo të mira, po ato gjithëherë i kom kësi në forcë, edhe nuk kom leju që paragjykimet e tjerve me i vnu kofej vajzës temë. Ka qenë vështirë me i marrë me qetësi dhe maturitet, ndoshta dhe mos me reagu në moment, sa i përket këtyre komenteve, pyetjeve? Ka qenë shumë e vështirë, po edhe vetë çuditna sa e fortë pas na qenë. Sa keni pas edhe përkrajen edhe ndihmën, ndoshta edhe të rrethit të ngushtë të familjarëve në këtë aspekt, sa kanë mësuar ndoshta pastaj të ardhmen e afërt për këtë spektër? Unë muj me thonë lirisht që po fëmiu jem është pranu mirë në rreth edhe në familje, po është duhet shumë me punu që më vedisu edhe pjesa tjetër jashtë të rrethit që mi pa ndryshe këta fëmi. Jo ashto qysh janë qujtë të smur, gjatë që prindi nuk e pranën. Autizmi nuk është smundje për mu shëru. Autizmi është për mu kuptu dhe për mu integru. Pikërisht çdo fëmijë me këtë spektër ka një fushë të tij të preferuar, që zakonisht e zhvillon shumë më shumë. Ndër vite, keni mujtë ndoshta me vrej se cili është ai talenti i vajzës, në cilën fushë është më e mirë, ka ato dëshirat e veta, aktivitetet e veta. Çdo fëmijë e ka talentin e vetë, edhe pse është autik. Po do të me e ditë në cilën fushë është i zhvilluar. Vajza jem ka talent muzikën edhe teknologjinë. Po na jemi mundu me undi ajo sa ma komode me muzikë, edhe nëse neve na ka pengu zhurba, na u duft me pranu ashtu qysh e ka ndi ajo. Po nëse kish pas një zhvillim profesional, ndoshta edhe kish qenë talent edhe në muzikë edhe në teknologji. Për ata dhe neve na dohen shumë mbështetje, se këta fëmijë shumë janë zhvillum edhe në artë, edhe në muzikë, edhe në teknologji, po edhe në vegla muzikore, veç do të mu zhvillu. Tregua që edhe në parashkollor ishin ato vitet kur veç se filloi, pastaj pjesa e arsimimit vazhdoi me sfida, me vështirësi? Nuk them se ka qenë e lehtë as pak, sepse varet edhe prej fëmijës sa jep. Po
ajo deri shkollën e mesme, ka pas arritje jo sa pret prindi gjithhere, po muj me thonë ka qenë ndryshushme, ka qenë një proces i ndryshushme, ka pas progres. Po deri në moshën 18 vjeç janë shkollën e mesme e përfundojnë, po pas 18 vjeç, këto është problemi. Këto është problemi se prindi mundohet me zhvillue, me kontribu, ai fëmijë mund ndërtu, mu socializu, po pasi të përfundon shkollën e mesme, ai fëmijë nuk ka integrim. Do më thonë byllët, edhe krejt ajo sakrifice prindit, krejt ajo mundi prindit bie. Në thotë nuk ka ende ndonjë aktivitet, ndonjë përmirësim në këtë aspekt, që ndoshta këta fëmijë kur përfundojnë procesin e shkollimit, të miren me ndonjë aktivitet, të zhvillojnë ato talentet e tyre që ka secili prej tyre, qoftë në fushën e artit, qoftë në fushën e teknologjisë që e përmendet? Për këto jemi edhe na të shqetësuar na prindrit, sepse gjithherë na mundon e nesërmja. Për këta fëmijë duhet me pas një qëndrim ditor, po edhe mu zhvillu prej terapistëve profesional. Sepse këta nëse zhvillohen, bëhen të pavarur, edhe për familjen është kjo pjesë ma e lehtë, po edhe për shoqërinë. E këto është problemi që këta nuk kanë ku t'integrohen, po mbyllen mrena. Një tema aktuale ditëve të fundit ka qenë edhe mungesa e asistentëve në shkolla në përgjithësi për fëmijët me nevoja ndryshe. Sa jeni përballë edhe me këto probleme gjatë viteve të shkollimit? Në fillimet e vajzës temën e kam qenë për cilësja, do më thonë, mësuse në asistencë. Po tash po flitet shumë, edhe janë shumë të pakta që kanë përcjelljet, përcjellëve asistent. Besoj që për këto gjeneratat e reja, për këta fëmijët që janë zhvillim, besoj që do të vinë ditë më të mira se për fëmijët tonë ka qenë shumë e vështirë. Do më thonë, prindi është përballë me këto sfida. Unë është duhet me përcjell në shkollë, me qëndru derisa të mbaron klasën, ose për nevojat personale është duhet unë mu kujdes për fëmijën tem. Po për këto vite, çka keni mësuar ndoshta më shumë të edhe nga vetja si grua, për atë forcën e brendshme që e keni pas gjithmonë? Sa ka qenë vështirë me e mbajtë edhe këtë pjesën e vetës, forcës suaj, punës suaj, edhe me vajzën, edhe në përditshmëri si një grua me punë? Nuk kam besu që ekziston një forcë ka që madhe. Kjo forcë nuk ka ardhur prej mos lodhjes ose prej jetës të lehtë, po prej vështërsive, edhe vendosmëria jeme ka qenë më ngrit edhe me ecë përpara. Po forcën e kom gjetë e vajza jam. Ka qenë vajza ajo që gjithmonë ja u ka sjell këtë forcë. Po padyshim që është sakrifica më e bukur që mund të bëjë një prind për fëmijën e tij, po sa ka qenë ndoshta cila ka qenë sakrifica më e dhimbshme për juve në krejt këtë periudhë, pothuajse 3 dekada tashmë? Sakrifica është vetë jeta e jote që e len antrat e tua edhe bash shtylla e fëmijët tanë. Po është edhe sakrificë, është edhe netët pa gjumë, po edhe ajo ndjesia kur je vetëm brenda, bota jashtë vazhdon, dërsa ti përballesh me një betejë edhe me një përgjegjësi të madhe, sa edhe vetë habitesh si komun mja dalë. Përmendet edhe ato ëndra që gjithë secili prej neshi ka, po vjen një pikë që ndoshta gjithë sakrifikojmë diçka për diçka tjetër, ndoshta edhe më të rëndësishme. Se të kanë qenë ndër vite ato ëndrat dhe pasionet e juaja personale? Po çdo njeri ka ëndrat e veta, po unë ëndrat që shtash edhe më pari kom lënë anash vetëm për vajzën. Vjen vetë mohimi që e qëtë dikën për para teje. Gjithherë nana e qëtë fëmijën para vetës.
E unë i kom lanë andrat e mia anash edhe jo marrë veç me vajzën që me pas një përparim edhe me qenë ajo vetë ajo aftësia vetë me qenë e panvarne. Nderuar, çfarë do t'ju thoje gjithë atyre nënave, prindërve në përgjithësi që po përballen me të njëjtën sfidë? Nënave do t'ju thoja, bëni një të forta, mos u mbyllni, kërkoni ndihmë nëse nuk mundeni vetëm ja dalë, po mbështetuni në forcat e juaja, se fëmiu juaj është një krijesë që është një engjëll që ja ka dhuru Zoti. Po ju doni me ecë përpara, edhe nëse nuk mundeni me ja dalë, besoni në vetveten, se mundeni me ja dalë. Nderuar, ju uroj shëndet edhe juve edhe vajzës dhe po ashtu edhe forcë, jeni një shembull shumë i mirë i gruas forte të suksesshme në të njëjtën kohë, po ju përgëzoj edhe një herë për ekspozitën dhe për gjithë ato piktura të bukura drejtuar dhe kushtuar fëmijëve me spektrin autizëm. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.